Ministri e Arsimit dhe Sportit Lindita Nikolla ka postuar në profilin e saj në Facebook një video që sipas saj përmbledh provat e dhunës dhe të korreve raciste në ndeshjen Serbi-Shqipëri. Videoi është dërguar nga Ministria e Arsimit dhe Sportit, institucionit që mori vendimin në dëm të Shqipërisë. Ministria e Sportit Lindita Nikolla ka shprehur në rrjetin social tronditjen nga vendimi i UEFA-s dhe ka ftuar të gjithë shqiptarët të bashkohen për të vënë jetë një ide të thjeshtë. Shpërndarjen e një video kumti të cilin UEFA nuk deshi ta merrte në konsiderat kur vendosi ndëshkimin e Shqipërisë me humbje të ndeshjes në tavolinë. Video është shoqëruar me tekst në shqip, anglisht dhe gjermanisht. Pamje të rrëfejnë qartë dhunën që kanë mësuar lojtarët shqiptar dhe thirrjet nacionaliste serbe, vërisnin shqiptar, derisa mos të mbetet asnjë. I pari që e ka shpërndar videon e postuar nga ministria Nikolla ka qenë vetë kryeministri Edi Rama.